Tash kur të kismet. Çka ka thonë ish president Hashim Thoçi nut se na mit e bësh? Që tash? Ky tash dul Hashimi tha Rexhepi. Une erdha tamam në pikë ku duhet, jo Rexhepi jo. Rexhepi jo. Po ma ka prunë edhe nut sa me lushtakun, sa mine kam bërë. Mos përsëritni. E tham më herët. A tham më herët. Tash. Te Hashimi kem nut kur ka orë te. Kur ka orë nut që i thoe me një fleture ke shkruar diçka. Po, edhe ajo tjetër jena kon në Prishtinë, në shpeta Bilar Tahirit. E kem posi takim. Unë jam ko veti dytja, ju kom janë vërteta këtu se përgjithësinë e merr ti. As nis gjys fjale nuk ka rënë kom tona të shënunë me lap. Po se ku mor blokin me veti. Po s'ka problem. Po vakt. Po. Edhe ai ka fol, unë kum shkru. Çka ka fol? Ka fol tha listën e përpiluar për vrasjen e Ledekes. Unë e di kush e ka bën. Unë e di edhe kush e ka bën, Filoni dhe Filoni e kanë bën. Po, mos përmena, po. Thuaj përmeni. Po. Filoni dhe Filoni e kanë përpiluar listën për vrasjen e Ledekes pe Ibrahim Rugove të poshtë. Të ka thonë Hashim Thoçi. Më ka thonë Hashim Thoçi me gojë vet. Po. Ti po thon, as po thoj. Po, jo, unë po them. Bravo. Se u kon vërtet. As i gjys fjale unë nuk ta rrej. Se ai ma trapozi që rrej ke pore. Unë s'rrej. Unë nuk njoh asnjë emër të shkollët, betohem, në modhin Zot. Asnjë emër të aty në shkive nuk Faiki, a betohesh edhe për Faiki, betohen edhe për Faikin, që tybe 300 tybe, as Javdiemnat, as Sokon Beograd njet, vetëm sherri që i ka kallzu Ganigecit, që u kon hog, që e ka qenë të shfe demoni, ky e pranoi vetë që e ka qenë të shfe demoni. E pranoi. Po. Edhe ton që ju fluk Faikit, edhe në Shqipnin televizionit ty i bon parulla, ty i bon foqet zeza, ty i fol keq po vllau mu ma koqiti. Tha, mos fali merë, le ato, tha, dhe të hanë sa dënë. Tha, mos fali, tha, se ma miro milon, tha, ngihet a i dikur, s'flet ma. E pëse në me Faiku as nuk ka foto korras në ere, ka fotografu veç? Po, s'ko nevoj. Nuk dan aj, nuk dan. Pse ruhet? Po, që po t'kallë zajune? Qëre, Faiki ka nej në Amerikë, ko gja shumë. Faiki ka kryu shtrinë në Amerikë. A ka punu për cilës, në kalëzohë? E po tash, sigurisht diçka ko, a i ka punu në shtri. Po, i detajet e veta krejt si kalëzën. E tash, Faiki atë sen si kallëzën edhe unë nuk i hima fell. E vërtet. Diçka ko aty. Faiki e ka shtetësinë amerikane, Faiki e ka dhe shtetësinë belge. Jeton në Belgjik. Shkon në Amerikë shpesh. Ky nuk ka rangi Faikut. Faiki është një djali zoti. Faiki apo na premton që kemi na i promovë Faikin në mision? Kur vjen kësmet ta bie. Kur vjen. S'ka problem. Kur vjen ta bie. Po kem qef edhe aty direkt me po shikues të publikut që bëu hapësi. Ai veç kesh. Se kena marrë shumë na përgoj. Ja, po e kemi obligim i dhon hapësi se e kena marrë na përgoj. Po në rregull. Edhe ai ka marrë. Ej, kur tash ky del e kum një edhe këto të thon, më ka ardhur pe qeverisë amerikane, më ka ardhur pe departamentit amerikan, po marka departamenti amerikan, edhe qeveria amerikane më milejm zekën me kët matrapaz. Allah hila po mushin menena. Po çfarë gazetarësh bre, çfarë analistash janë këtu? Që ja mushin menen që departamenti, qeveria amerikane që shkon e merr kryetarin e shtetit në 30 milionë, nxjerrë bjen atje, e po marr ka më milejm zekën. E mish të kur janë atë amerikan. A është e vërtetë që Faiki Mire e ka pas shok atë prokurorin Jack Smith që po akuzohet për Trumpin? Po çore. Ka ka pas shok Faiki atje, me amerikan çka ai shkon shpesh në Amerikë. Faiki ka kryu shtrinë atje. Po, Jack Smith, po nolmi të Jack Smith. Nuk e di. Jo, a? Se çka se di. Okej. A dalmi me një temë tjetër, se janë tema trona për burç të valloj. Po valloj do të jenë sa duan, se komë të përgjigje këtë çka di. E di më në po njëra të Zotit. Po. Ni besoj Zot, ai besoj Zotit. Shumë. Pasha të modhin Zot, as i gjysjole unë rrejt sa kom. Pasha të modhin Zot. Çka po flet Milaimi ka rrejt krejt. Pandë se shikues do. Dhe të ngonë pioni. Pse po bosh mara ku shikues për shembull mundja e vrejnë. Kush paran, kush paran. Pasha Zotin. A më na e kemi obligim i dhon hapësirë çdo njëri. Milaimi krejt. A bën kështu, ngoni. Po jam. Fandet mbien mirë. Po. Përdorimin që ki ti edhe nuk po mujmë me të lënë bashkëtrim qysh me nesha, se të turshën fillim. Se o armën shuk. Që 26 vjetë pa ja kajt në unën prej mediku, i ka pa e mja kajt, nga. Unë i vjereni edhe. Vjerë për të, ja, ishtë duf mja oreni, unë nuk i kësha përdor armën, sa kic, nga që pëtëm dy. Milejmë zeka, nuk mund është me thonë me ana shkalu, se s'ka lidhe me këtë botë.
Milajim Zeka është shumë gazetar i fort. Shumë i fort. Nga. Po, shka im ka mërzejt nga shumë në për ty dhe për Milajimin 2 dërni cak. Po shumë e ronë. U duh mu më burë Kosova. Pasha zotin më falë gjmus. Unë e kom bo veç me pajtu 2 dërni pasha. cak. Pasha një zat e kom bo me pajtu. Mu më burë, në albreja, mu më burë Drënica. Në albreja, mu më burë Drënica me këta burra. Që as të një komandant Drënic. Posta dhe Mjashajt. Po dhe. Nuk mundet me konë njëz më të mire, më të mërshme, më të Falë që po të thamë, pas a i merë, se du më të asit për të respektoj si mi, si bob, si shka të më. A i ko hije të më thonë luftarë. Si ko hije. A i ko hije luftarë më kom